Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni i lajmeve në News 24. 4 persona mbetën të plagosur gjatë një atentati me armë zjarri në Tiranë, ku u sulmuan gjatë kohës që lëviznin me një makinë. Mes të plagosurve janë edhe 2 të mitur, ku një 11 vjeçar është në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se autorët e sulmit kanë gatruar shënjestër, pasi mendonin se në makinën që sulmuan udhëtonte bashkëshortja e Roan Brahimit, babai të cilit u ekzekutua po mbrëm në një atentat në Lezhë. Por për më tepër detaje do të lidhemi me gazetarin Iglit Çelmeta. Iglit, përshëndes përsëri, shumë për të folur për këtë ngjarje e për të sqaruar disa detaje që janë ende në fakt mister, por gjithsesi përpiqemi përmes këtij raportimi të drejtë për drejtë. Fillimisht, nga raportimi më parshëm e deri tani, a ka ndonjë element të ri më pas për t'i marrë me radhë në kronologji dhe dinamik të ngjarjes? Përshëndetje sërish, Nisida, do të bëjmë një sqarim të gjithë ngjarjes nga fillimi deri në fund, pasi deri ditën e djeshme rreth orës 21:30 minuta ka ndodhur ngjarje e rëndë, deri më sot ka pasur informacione të cilët kanë ndryshuar her pas here, edhe për shkak se policia nuk ka qenë shumë transparente në dhënien e informacioneve të lidhur me këtë ngjarje, ka pasur vetëm një njoftim të shkurtër zyrtar pas ngjarjes së rëndë rreth 1:30 minuta pas ngjarjes. E gjithë dinamika e krimit Nisida është e tillë, pra 4 të rinj, 2 prej të cilët janë vëllezër, pra me mbiemrin Demiraj, të mitur, mosha 11 dhe 17 vjeç, dhe shoku i tyre 19 vjeçar, kanë shkuar në fshatin Pjesë të Shiakut, të shoqëruar nga shoferi i familjes Demiraj, të cilët janë pronarë të kompanisë private Pelikani Security, për të festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit, pra në një pistë garash ku argëtohen të rinj dhe festojnë pra ditëlindjen. Pasi kanë festuar ditëlindjen, ja kthyer nga fshati Pjesë, i kanë rënë Nazës së Madhe për të shkuar nga rrugat, nga rreth rrotullimi i Shkozës drejt Lundrës, aty ku kanë edhe banesën pra 2 vëllezërit me mbiemrin Demiraj, po ashtu edhe 19 vjeçari tjetër i cili mbeti po ashtu i plagosur, ka edhe banesën e tij në Lundër, në një kompleks vilas në fshatin Lundër, pra janë komshi me njëri tjetrin dhe shok, dhe kanë ftuar shokun e tyre ditën e djeshme për të festuar ditëlindjen pra në fshatin Pjesë. Në momentin që kanë bërritur në rreth rrotullimin e Shkozës, dyshohet që autorët, të cilët kanë qenë duke lëvizur me një motor tip Ducati, i kanë zënë prit dhe kanë qelluar në ecje sipër deri tek autostrada në zonën e agroparkut, ku është tregu agroshimor i ri në vendin ton, dhe aty ka qenë pika kulminante ku autorët të cilët kanë qenë duke lëvizur me motor kanë qelluar me breshëri plumbash drejt automjetit G-klas, ku udhëtonin 4 të rinj, të drejtohen nga një 34 vjeçar, i cili po ashtu është punonjës i kompanisë Pelikani Security dhe shofer i familjes. Makina është në pronësi të familjes Demiraj, të rinjt kanë qenë duke u kthyer në banesë për të shpëtuar plumbave, shoferi ka rritur shpejtësinë për të ikur sa më larg pra autorëve të cilët i kanë sulmuar me breshëri plumbash, dhe në ecje sipër nuk i kanë funksionuar frenat, dhe në zonën e Lundrës makina është përplasur për shkak se nga breshëria e shumtë e plumbave makina nuk ka pasur më mundësi të ecë. Më pas kanë qenë kalimtar të rastit, të cilët kanë ndaluar me automjetet e tyre, kanë parë automjetin aksidentuar dhe i bërë shosh nga plumbat, kanë marrë 4 të rinj dhe i kanë dërguar në spitalin e traumës për t'i dhënë ndihmë mjekësore. Një orë pas ngjarjes, policia më pas ka lajmëruar edhe familjarët e 4 personave të plagosur. Kjo është e gjithë dinamika e krimit, sa i përket ngjarjes, shkaqeve dhe rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Policia e shtetit, hetuesit janë të bindur që kemi të bëjmë një gatresë pra të objektivit. Pra objektiv nuk kanë qenë 4 të rinj, policia është të bindur që kemi të bëjmë një gatresë të objektivit dhe po hetohen disa pista të gatresës të objektivit. Një ndër pistat është edhe kjo që është përfolur pak më parë, ku dyshohet që objektiv ka qenë gruaja e Roan Brahimit, Alia Sidorel Prendi, i cili një vit më parë u vra në Greqi në një atentat mafios. Por Igli, si u mbërrit deri ke ky dyshim? Si u mbërrit deri ke ky dyshim që është ngatruar pra shënjestra, si policia po heton në këto pista, pra për të kapur te disa element? Kjo është një ndër pistat e ngatresës së objektivit, dhe policia arritet edhe te kjo pistë për shkak se një orë para ngjarjes së rëndë, pra ku u plagosën 4 të rinj, ku ju zu prit pra në autostradën nga Shkoza drejt Lundrës, ka pasur dhe një atentat një orë më parë në fshatin Plan të Lezhës, ku ekzekutua me armë zjarri 64 vjeçari Gjovalin Prendi, i cili është babai
i Sidorel Prendit, pra alias Rohan Brahimi, dhe grupi hetimor ka dyshime të forta që ato kanë pasur objektiv edhe eliminimin e bashortës së tij, e cila pra jetonte në lagjen ku jetonin edhe 4 të rinj, pra në fshatin Lundur, në kompleksin e vilave, ku jetonin, 3 të rinj, pasi njëri ishte shofer, jetonin në Lundur në kompleksin e vilave, aty sipas hetuesve ka banesën edhe gruaja e Rohan Brahimit, dhe po ashtu ka një gjashmëri me automjetin që përdorte kjo e fundit dhe automjetin që kanë përdorur ditën e djeshme për të shkuar në fshatin Pjezë në Shijak për të festuar ditën e 11 vjeçarit dhe më pas për të kthyer në Lundur 4 të rinj. Pra është një automjet tip G-klas, po ashtu ka dhe gjashmëri me targat, ku targa ndryshon një gërm dhe një numër. Por hetuesit po hetojnë edhe pistat të tjera, të cilët pista kryesore e fokusuar është ngatresa e objektivit, pasi hetuesit janë të bindur që nuk kanë qenë objektiv 4 të rinj që ishin në automjet. Sa i përket gjendjes shëndetësore të këtyre, 11 vjeçari i cili ndodhet në spitalin e Tramos, ndodhet në gjendje më të rënduar, ndërsa vëllai i tij 17 vjeçari tjetër ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është dërguar në një spital privat për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa 34 vjeçari i cili ka qenë shofer në automjet ndodhet jashtë rrezikut për jetën, po ashtu edhe shoku i 2 vëllezërve të cilën e kishin marrë për të festuar ditën, i cili kishte vetëm një ditë sapo ishte kthyer nga jashtë pasi studionte në Londër, është jashtë rrezikut për jetën. Sa i përket dëshmive të dhëna para grupit hetimor, ka dëshmuar shoferi i automjetit dhe po ashtu dhe të afërm të personave të plagosur, ku deri tani rezulton që nuk kanë konflikte, pra nuk kanë konflikte dhe nuk janë persona me precedent penal, si familja Demiraj, nuk kanë konflikte as kohët e fundit, as të mëparshme, po ashtu edhe shoferi i automjetit, pra që punonte për familjen Demiraj, nuk ka konflikte dhe nuk rezulton me precedent penal. Prandaj dhe grupi hetimor është i bindur që kemi të bëjmë një gatresë të objektivit dhe pistat janë fokusuar fillimisht që gatresë ka qenë pra gruaja e Rohan Brahimit, por janë dhe disa pistat të tjera që cilat janë në sekret të plot nga grupi hetimor. Faleminderit Igli për informacionet që përcolla. Faleminderit juve. Vjojmë me lajmes, një vit pas ekzekutimit të birit në Greqi është vrarë këtë mbrëmje në plan të Lezhës 65 vjeçari Gjovalin Prendi. Atentati ka qenë mirë organizuar, ndërkohë që deri më tani nga policia nuk ka të ndaluar për ngjarjen. Hetuesit po shqyrtojnë disa pista, ndërkohë që është rritur frika për një val hakmarrje. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të njëjtë në fshatin Plan të Lezhës, ku një 65 vjeçar është vrarë me armëzjarri. Viktima, identifikuar si Gjovalin Prendi, u vra teksa ndodhej tek dera e lokalit që e kishte në pronësi. Fillimisht, 65 vjeçari mori plagë të rënda dhe u transportua me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, por nuk mundi të mbjetoj plagëve. Paraprakisht, dyshohet se vrasja lidhet me ngjarje të mëparshme kriminale. Burime për mediat bëjnë me dijes se Gjovalin Prendi është babai i Rohan Brahimit, i njohur edhe me emrin Sidorel Prendi. Ky i fundit u ekzekutua më 9 maj të 2024 në një atentat mafioz në Athinë të Greqisë. Vrasja ndodhi në një zonë të populluar dhe në sy të bashkëshortes dhe fëmijës së vogël, ku gruaja e tij mbeti e plagosur nga breshëria e plumbave. Rohan Brahimi njihej si një prej armiqve të deklaruar të Ervis Martinajt dhe emri i tij përflitej edhe në lidhje me ngjarje të tjera kriminale. Ai ishte si përfshirë në vrasjen e Gentiambetjes më 15 mars të 2024 në Larushk të Krujës. Ndërkohë, ekzekutimi i babait të Brahimit ngre alarmin për një val hakmarrjesh mes grupeve kriminale dhe autoritetet po hetojnë pistat e mundshme të këtij krimi të rënd. Edhe më parë, 65 vjeçarit i kanë bërë 2 atentate me armë dhe eksploziv në janar dhe dhjetor të 2024. Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit. Kanë mbritur në Shqipëri me post mbi 700 votat e para të emigrantëve për zgjedhjet e 11 majit. Ato janë vendosur në Parkun Olimpik në kryeqytet dhe janë të monitoruara me kamera sigurie, ku sipas kryekomisionerit Celi Bashi, partitë politike kanë akses dhe vinë për të parë nga afër si shkon procesi. Votat e tjera do të vinë në ditët në vazhdim, ndërkohë ato do të hapen në 11 maj kur të nisë procesi i numërimit paralelisht me votën brenda Shqipërisë. 3 ditë nga nisja e shpërndarjes së fletëve të votimit për emigrantët kanë mbërritur në Shqipëri votat e para të diasporës. Zarfet janë marrë në dorëzim nga KQZ, kryekomisioneri Ilirian Celi Bashi dhe 2 përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Celi Bashi tha se kanë mbërritur mbi 700 vota dhe se nga hapja e 2 zarfeve të para rezultuan të rregullta. Kanë mbërritur deri tani 700
e 35 zarfe, ose vota më mirë të themi. Sa po bëm evidentimin e 2 votave të para, njëra ishte nga qarku Berat, Gjermani, nga Gjermania, dhe dyta ishte Dibur nga Franca. Fletët e votimit që mbritën dhe ato që do të mbrin nga diaspora do të vendosen në Parkun Olimpik, që është i monitoruar me kamera gjatë 24 orëve, ndërsa kryekomisioneri Celibashi shpjegoi procedurën që do ndiqet. Të gjitha zarfat B ndahen sipas qarqeve dhe depozitohen në kutit përkatëse të votimit të qarqeve përkatës. Filloi procesi i numërimit. Do të ndalin zarfat B, do të nxjerrin zarfat B nga kutia. Prej zarfit B do nxjerrim zarfin A. Zarfat A të gjithë do të grumbullohen në një kuti tjetër të veçantë, me qëllim që të mos identifikohet se kujt i përket zarfi A, dhe pastaj do të fillojë procesi i numërimit. Zarfet me fletët e votimit do të selektohen nëse ka dëmtime dhe mëtej do të ndahen sipas qarqeve përkatëse. Përmes një pajisje elektronike do të identifikohet zarfi nga cili shtet vjen dhe cilit qark i takon fleta e votimit. Ato do të hapen në 11 maj, kur të nisë procesi i numërimit, paralelisht me votën brenda Shqipërisë. Celibashi ripërsëriti faktin se asnjë fletë votimi nga diaspora që mbërrin pas orës 19 të 11 majit nuk do të pranohet dhe nuk do të numërohet. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku është paditur në SPAK për korrupsion zgjedhor nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Fier, Gazmend Bardhi. Bardhi thotë se ka dorëzuar prova të pakundërshtueshme në prokurorinë e posaçme që faktojnë korrupsionin zgjedhor të Ballukut në Fier, që përmes premtimeve për poste dhe punë po kërkon të blejë vullnetin e qytetarëve. Sipas Bardhit, tashmë SPAK ka mundësi të dëshmojë sa serioze ka strategjinë për krimin zgjedhor dhe task force-ën. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, ka depozituar kallëzim penal në SPAK për korrupsion zgjedhor për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është edhe drejtuese politike e Partisë Socialiste për Fierin. Përmes një postimi në Facebook, Bardhi thotë se ka prova të pakundërshtueshme që faktojnë korrupsionin zgjedhor të Ballukut dhe bandës së saj në qarkun e Fierit. Bardhi thotë se në databezin e strukturave të PS-s, krahas të dhënave personale për çdo individ, pozicionin partijak, shkruhet detyra që kanë administrat, si dhe vendi punës ku mund të emërohet pas zgjedhjeve. Ai sjell rastin e një zyrtari socialist të punësuar në Alpetrol, që pas zgjedhjeve kërkon të punësohet drejtor në bashki ose në DPTSHR. Në rastin konkret jemi përpara konsumimit të veprës penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, në formën e premtimit për vende pune apo punësimit për të mbështetur Partinë Socialiste dhe kandidatët e saj, për të cilën kodi penal parashikon dëshkimin me burg deri në 5 vjet. SPAK ka mundësinë e artë të dëshmojë sa serioze është strategjia dhe task forca që ka ngritur për të luftuar krimet zgjedhore, duke kryer që sot identifikimin dhe arrestimin e personave përgjegjës së kësaj skeme kriminale, duke filluar nga drejtuesja politike e socialistëve për qarkun e Fierit dhe secili vartës si saj, pjesë e bandës elektorale që i ka kthyer Fierin në shesh të korrupsionit madhor dhe paligjshmërisë flagrante prej disa muajsh tashmë, thuhet në reagimin e Bardhit. Zyrtari demokrat shton se nga ana e SPAK nuk ka asnjë angazhim real për të goditur krime zgjedhore, që po ndodhin hapur në qarkun e Fierit, ndërsa thekson se Rama e Balluku jo vetëm nuk kanë hequr dorë nga krimi zgjedhor, por tashmë po kërkojnë të blejnë vullnetin e qytetarëve me të gjitha mënyrat dhe format. Gjithçka dhe çdo gjë për të mbajtur pushtetin e krimbur nga korrupsioni dhe për të pamundsuar rotacionin. Por Edi Rama, Belinda Balluku, drejtori Alpetroli, drejtori i tatimeve dhe çdo shërbëtor i tyre në korrupsion dhe paligjshmëri duhet ta dinë sot që do të marrin dëshkimin shembullor për të gjitha aktet e tyre, përfundon reagimi i Bardhit. Vitin e ardhshëm, qeveria do të ndryshojë dhënien e ndihmës financiare të njohur ndryshe si bonusi i bebes. Nga Bureli, kreu i qeverisë Edi Rama tha se në vend të çekut do të ofrohet një pagesë mujore nga 2 deri në 5 vjet në varësi të numrit të fëmijëve në çdo familje. Programi për bonusin e bebeve do të rikonceptohet. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar nga Bureli se po punohet që ndihma financiare të mos jetë përmes çekut 400 euro për fëmijën e parë, 800 për të dytin dhe në ndihmë progresive, por në formën e një pagese mujore për një periudhë të caktuar kohore. Do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skem që është më e avancuar patjetër,
sipas numrit fëmijëve me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Kryesocialisti prezantoi paketën sociale që qeveria ofron për çdo qytetar, me fokus fëmijët me aftësi ndryshe, gratë, të rinjtë dhe të moshuarit. Duke synuar e para hapjen e më shumë rrugëve dhe nxitjen e punësimit dhe për nxjerrjen nga ndihma ekonomike të gjithë atyre që janë të shëndetshëm dhe janë të aftë për punë. E dyta, do të dyfishojmë patjetër mbështetjen për fëmijët me aftësi speciale dhe për nënat e tyre sidomos. Ramari përsëriti rëndësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që pasojë do të ketë arritjen e ndjeshme të ndihmës financiare për qytetarët. Sipas tij, askush përveç Partisë Socialiste nuk mund t'i arrijë këtë qëllimi. Problemi është që nëse 11 maj nuk do bëhet gjë e dur, mund të duhen pastaj edhe një 5 mandate të tjera, jo për mua, po për të tjerët, për të kthyer këtu ku jemi, sepse kështu funksionon BE-ja. Më vjen keq, po nuk ndodh, sepse qoftë edhe sikur lejer që t'imagjinosh të çosh bufin e kënetës për të bërë negociata është e pakonceptueshme, është e pa imagjinueshme gjithata. Sa t'ju kujtohet se kush është, mbaroi filmi i Shqipërisë. Mbaroi filmi i Shqipërisë. Sali Berisha kërcënon grupet kriminale se përfshirja e tyre në zgjedhje do të dënohet shumë rënd, madje ai shkoi edhe më tej duke u shprehur se këto grupe do të cilësohen si terroriste jo vetëm në Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht. Sali Berisha nuk ndal paralajmërimet dhe kërcënimet ndaj grupeve kriminale që sipas tij janë angazhuar në zgjedhje për të bërë vota për Partinë Socialiste. Kreu i PD-s tha se këto grupe do të shpallen organizata terroriste jo vetëm në Shqipëri. Ne kemi dorëzuar emër mbi emër të gjitha atyre që po kryejnë krime zgjedhore. Por ne garantojmë se krimi zgjedhor do të quhet krim i rënd, dhe ky është zotim solemn elektoral, dhe se organizatat kriminale që po angazhohen në krimin zgjedhor do bëjmë gjithçka për t'i shpallur organizatat terroriste jo vetëm Shqipëria, por dhe faktori ndërkombëtar. Gjatë konferencës me gazetarët, ai u ndal tek ekonomia, ku u zotua për ulje taksash dhe ndihmë biznesit të vogël e qytetarëve. Filozofia e lirisë ekonomike është e taksës shesht mbi tatim fitimin 10%. Filozofia e xhvatjes së bizneseve dhe qytetarëve dhe kufizimit të kësaj lirie, tatim fitimin e ka 15%. Tatimi mbi pagat për ne do të jetë 10%. Aktualisht është 23%. Biznesi i vogël pa TVSH do të jetë gjerë në 180.000 euro xhiro vjetore. Sot mbi 100.000 euro xhiro vjetore aplikohet TVSH-ja. Ndërhyrje, thot Berisha, do të ketë edhe në sektorin e pronave dhe atë të çmimit të apartamenteve. Taksa e transferimit të pronës nga 15% në sistemin e plaçkitjes do të zbresë në 2% në sistemin e lirisë ekonomike. Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga 8% do të zbresë në 2%. Në qoftë se e para është 8% të çmimit të referencës, taksa jonë do të jetë 2% të preventivit. Pra, i bie një ulje shumë e madhe, çka do ketë ndikim direkt në çmimin e apartamenteve. Kryedemokrati akuzoi Ramën se ka frikë të dalë në debat me të. Ka ndaluar ballafaqësimin e kandidatëve. Ai dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministë në botë që s'pranojnë asnjë pyetje nga asnjë gazetar se nuk takohen me ta. Në një takim të rëndësishëm zyrtar në New York, presidenti Hyssenbelliu, grupi Irfan Hyssenbelliu, u prit nga ekzekutivi i qarkut Nassau, Bruce Arthur Blackman. Në takim u diskutua mbi mundësitë e investimeve në sektorin e prodhimit dhe media, si edhe për ndërtimin e një fabrike birre në partneritet me një nga kompanitë më të mëdha spanjolle. Qëllimi kryesor i vizitës në Shtetet e Bashkuara është thellimi i bashkëpunimit dhe nxitja e investimeve shqiptaro-amerikane. Presidenti i Hyssenbelliu Group, zoti Irfan Hyssenbelliu, është pritur në një takim zyrtar në New York nga zoti Bruce Arthur Blackman, ekzekutivi i qarkut Nassau,
dhe një nga figurat më të afërta republikane me presidentin Donald Trump. Një nga temat kryesore të diskutimit mes zotit Hussein Belliu dhe zotit Blakeman ishte mundësia e investimeve në sektorin e prodhimit, përfshirë ndërtimin e një fabrike bire në partneritet me një nga kompanitë më të mëdha spanjolle në industrinë europiane të birës. Gjatë takimit u diskutua edhe për lehtësimin e procedurave dhe mbështetjen institucionale ndaj projekteve të reja investuese, si dhe për thellimin e bashkëpunimit në fushën e medias, roli së cilës është me shumë rëndësi në pasqyrimin e zhvillimeve ekonomike dhe turistike në Shqipëri, sektor që po ngjallin interes të shtuar, veçanërisht në mesin e komunitetit shqiptaro-amerikan. Takimi mes zotit Hussein Belliu dhe zotit Blakeman sinjalizon një interes të ndërsjellë për bashkëpunimin konkret dhe ndërtimin e një dialogu të qëndrueshëm ndërmjet dy vendeve, me fokus në diplomacinë ekonomike, median dhe zhvillimin e sipërmarrjeve të reja. Zoti Hussein Belliu, i shoqëruar nga djali i tij Fatmir Hussein Belliu, po zhvillon një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara, ku do të ketë takime të rëndësishme me përfaqësues të lartë të biznesit dhe politikës amerikane. Në thelb të kësaj vizite mbetet ndërtimi i urave të komunikimit dhe nxitja e investimeve të reja shqiptaro-amerikane. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.